Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së peshores. Në qendër të kësaj situate, ta them, është një lexim më shumë mesazhe dhe ndriçim do ta quaja. Kali të dashur është lajmëtari. Ka një lëvizje, mesazh apo lajm të dashur peshor që vjen papritur, diçka që ndoshta është duke u pritur me ankth, ose që do të lëviz në një situatë nga vendi, ta them ashtu. Lajmëtari pra. Por kujdes, kjo nuk është një lëvizje e pastër. Për shkak maskës këtu, një iluzion apo mashtrim. Kjo situatë nuk është siç duket, apo siç mund t'ju thonë. Dikush mund të paraqitet si mik, si ndihmë, si ndjenjë sinqert të dashur peshor. Kërkoj ndjes si ndihmë, si ndjenjë, si që thash, i sinqert, por ka diçka që nuk përputhet me realitetin. Maska mund të jetë një personi apo thjesht një realiteti që po përpiqet të mashtroj të dashur. Tani, kjo këtu është fund ose një mbyllje e heshtur. Në këtë histori ndodh edhe ky fundi, pra, një kapitull që ka përfunduar, por që ndoshta nuk është pranuar akoma. Dikush po qëndron emocionalisht i bllokuar në një vend ku në fakt gjithçka ka mbaruar të dashur peshor. Kjo mbyllje është më shumë shpirtërore se fizike. Zemra është akoma atje ku nuk duhet të jetë. Të dashur peshor, pra, anija sjell fillim të ri, sjell largim, udhtim, hapje horizontesh të reja, mund të jetë një zhvendosje, një ndryshim rruge, apo thjesht një largim emocional nga diçka që nuk po ju përfaqëson më. Një situatë që vjen drejt teje, ose ndoshta sa po ka ardhur, po fillojmë nga kjo lehtë, pra, për t'i përmbledhur, ta bëjmë një lexim. Apo sa po ka ardhur, nuk është aq e sinqert sa duket. Kujdes të dashur peshor nga iluzionet apo premtimet që duken të bukura, por që fshehin të vërtetën. Në të njëjtën kohë ti ose dikush tjetër jeni akoma të lidhur me një kapitull që ka mbaruar tashmë. Por nuk është i pranuar si i mbyllur, ta them ashtu. Pra, është koha të ndahesh nga kjo varrosje e heshtur, të heqësh maskën, qofsh ti apo dikush përballë dhe të zgjedhësh lëvizjen përpara. Mos beso të dashur peshor verbërisht në lajmet, premtimet apo rikthimet nga ishat apo eksat, nga që kanë dy fytyra. Mbyll përfundimisht atë që të mban peng apo kjo situatë. Është koha të lëvizësh, të çlirohesh dhe të zgjedhësh një rrugë ku nuk ka më maska apo fshehje nga ju. Çfarëdo që të jetë, është një përfundim apo një mbyllje, një kapitull që në fakt ka mbaruar qëkuri të dashur peshor, por ose ju, ose personi, ose një situatë është duke ju mbajtur peng akoma. Çfarëdo që ju vjen dhe do të rikthehet përsëri në jetën e juaj, është një mashtrim i pastër dhe një loje dyftyrësh, ta them ashtu, që s'ka sinqeritet në këtë situatë. Prandaj bëni kujdes.